Vllaznia në volejboll për femra ka arritur të fitojë ndeshjen e parë të fazës play-out ndaj Lushnjës. Seti i parë i duelit, të luetur në pallatin e sportit Qazim Dervishi, ishte në favor të vajzave shkodrane, të cilat arritën të shënojnë 25 pikë përballë 17 të lushnjarëve. Në të dytën gjithçka është bërë më e lehtë sepse vllaznia fiton në shifrat e thella 25-9. Edhe në të tretin pothuajse e njëjta gjë, teksa volejbollistët e drejtuara nga trajnerja Nora Deda triumfuan sërish këtë herë me shifrat 25-13 dhe në këtë mënyrë arritën të fitojnë krejt takimin me rezultatin e pastër 3-0. Pas ndeshjes, trajnerja e vllaznisë Nora Deda tha për vitin tjetër duhen bërë planet ndryshe dhe se duhet rikthehen volejbollistët shkodrane në ekipin kuqeblu. Me të vërtetë nëse ishte e lehtë, por duke diftuar profesionalizëm në fushë, domosdoshmërisht duhet fitoje me pikë vogla. I aktivizova gjitha vajzat, sepse edhe niveli kundërshtarit ishte i ulët. Kam kontribuar personalisht shumë, bashkë me ndihmën e bashkisë, edhe të njerëzve tjerë, shkodranëve, sportdarësve të cilët e duan Shkodrën. Kanë punuar edhe vajzat shumë, në veçanti vajzat shkodrane, por afrimi lojtarëve të huaja ishte domosdoshmëri, sepse niveli i vajzave shkodrane është më i ulët se i lojtarëve të tjerë në Shqipëri. Por lojtarët e huaja nuk realizojnë pritshmëritë tona. Që nga niveli i ulët i performancës së tyre, gjithashtu edhe nga mungesa e disiplinës. Hapi i parë që duhet bërë, të afrojmë vajzat shkodrane pranë ekipit. Dhe në mos ato, të krijojmë bazën e lojtarëve shqiptare. Është domosdoshmëri. Nëse ekipi pretendon më ndaj në kategorinë e parë, ne prurje nuk kena për ekipet të rejave, duhet domosdoshmërisht të formojmë, të paktën të sjallim 2 lojtarë në Shkodër, 2 lojtarë shqiptare në Shkodër dhe kryesisht lojtarë tresh. Takimi i dytë në mes skuadrës së Lushnjës dhe vllaznisë do të luhet në transfert për ekipin kuqeblu me datë 16 prill në orën 12, teksa në rast fitoreje të vllaznisë ajo siguron qëndrimin në Superligë.